Lajmërohemi nga sheshi I qytetit të Podujeves, ku rreth orës 13:30 policia e Kosovës ka njoftuar se ka pasur të shtëna me armë zjarri. Nga këto të shtëna, sipas policisë, kanë mbetur të plagosur 3 persona, të cilët aktualisht po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të plagëve të marra nga arma e zjarrit. Ndërkohë, shefi I emergjencës në QKUK Nasir Sylla ka konfirmuar për Kallzo.com se janë pranuar 4 persona me plagë nga arma e zjarrit, megjithëse plagë sipas tij janë të rënda, gjendja e tyre është stabile. Të shtënat pra rasti ka ndodhur pikërisht prapa meje në sheshin e qytetit të Podujeves, ku aktualisht janë njësi të shumta të policisë së Kosovës, ka policë me armë të gjata, ka policë nga hetuesia, të cilët janë duke I bërë ekzaminimet e nevojshme për të kuptuar rrethanat e këtij rasti, ndërkohë policia edhe e ka kufizuar zonën në një perimetër të caktuar. Vlen të theksohet se ngjarja ka ndodhur, të shtënat me armë zjarri ka ndodhur në mesditë, pikërisht në shesh ku ka pasur persona të shumtë të cilët kanë qenë duke frekuentuar këtë zonë, dhe të shtënat ka ndodhur rreth 100 metra larg stacionit të policisë në këtë komunë. Në pamje që ka siguru Kallzo.com, shihet një person me armë zjarri duke e goditur një person tjetër, I cili duket I gjakosur, ndërkohë aty shihet edhe intervenimi I një polici civil, me rroba civile, I cili ka neutralizuar personin në fjalë. Megjithatë, deri më tani nga policia e Kosovës nuk kemi pranuar ndonjë konfirmim zyrtar se ka të arrestuar, pavarësisht atyre pamjeve që I kemi parë. Ndërkohë, ne kemi kontaktuar me prokurorinë themelore të Prishtinës, të cilët e kanë konfirmuar rastin, dhe Kaltrina Shala, zëdhënëse e kësaj prokurorie, ka konfirmuar se prokurori I çështjes është nisur për në vendin e ngjarjes, por detaje të tjera nuk ka dhënë. Ndërkohë, këtu siç e thash, po shihen njësi të shumta të policisë së Kosovës, janë duke u parë edhe disa gjurmë të rastit, siç janë disa gzhoja ku janë të evidentuara nga policia e Kosovës.